Kemi pranuar një numër jashtëzakonisht madh të ankesave të qytetarëve ndaj punës së policisë. Dikon rreth 700 janë dalë për hetim penal. Kemi rekomanduar suspendimin për interes të hetimit të rreth 120 zyrtarë policorë. Pastaj janë ankesa që lidhen me keq trajtim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare. Për rritë edhe numri i suspendimeve. Rreth 60-70 ankesa që në bën pjesën veriore. Në vitin që shkoi ka qenë një vit jashtëzakonisht i ngarkuar për Inspektoratin Policor të Kosovës. Kemi pranuar një numër jashtëzakonisht madh të ankesave të qytetarëve ndaj punës së policisë dhe të gjitha ato ankesa janë trajtuar me profesionalizëm nga ana e Inspektoratit Policor të Kosovës. Kemi pas një ngritje të numrit të ankesave nga viti në vit, këto 2-3 vitet e fundit, dhe këtë vit kemi arrit të pranojmë të trajtojmë rreth 2500 ankesa, që është numri rekord që nga themelimi i Inspektoratit Policor të Kosovës. Në vitin që shkoi kemi pas 20% rritje në raport me vitin paraprak. Në vitin 2024 kemi pas 20% më shumë ankesa se sa në vitin 2023, dhe këtë vitin që shkoi kemi pas mbi 22% më shumë se sa vitin 2024, që i bie nëse marrim 2 vitet bashkë është rreth 40% rritje gjatë tyre 2 viteve të fundit. Në këtë numrin rreth 2500 që është totali, dikon rreth 700 janë dalë për hetim penal në departamentin e hetimeve në kuadër të Inspektoratit Policor. Dhe pastaj edhe aty pas hetime preliminare dhe pas konsultave me prokuror, disa prej tyre prap pas hetime preliminare prap janë kthyer për hetim administrativ dhe një pjesë është mbetë që të vazhdojnë procedurat hetimore në aspekt penal. Kemi drejtuar në prokurit përgjegjëse, prokurit themelore dhe në prokurinë speciale rreth 200 raste ndaj zyrtarëve policor, në të cilat ne mendojmë se ka pas elemente qoftë me kallëzim penal, qoftë me raportin informues për prokurit. Si rezultati këtyre hetimeve penale ne kemi rekomanduar suspendimin për interes të hetimit të rreth 120 zyrtarë policorë gjatë vitit që shkoi, dhe që është një numër gjithashtu më i lartë se sa në vitin paraprak. Dhe janë një numër i konsiderueshëm edhe i masave tjera, transfere në vendet e punës dhe raportet veçanta që dërgohen në prokurit kompetente. Një pjesë e madhe është për shkak të ankesave që lidhen me kundërvajtjet me gjobat në trafik, që këto nuk përbajnë elemente penale që ne ti trajtojmë, është kjo pjesa e numrit të madh të ankesave që i kthejmë në polici. Pastaj janë ankesa që lidhen me keq trajtim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare, me incidente ku zyrtarët dhe qytetarët arrin në përleshje apo në shkaktim të lëndimeve të qytetarëve, janë te kalimi i autorizimeve policore, janë raste që lidhen me keqpërdrim të detyrës zyrtare, që lidhen edhe me rishfetin, po jo vetëm marrjen e rishfetit si vepër e veçantë, por në përgjithësi te kalimi i autorizimeve në favor apo në dëm të një pale tjetër. Ka pastaj ankesa për neglizhencë, ka ankesa të qytetarëve që raportimet e tyre në stacionet policore nuk kanë marrë të trajtimin e duhur nga njësitë përkatëse. Gjithashtu profesionalisht rritet edhe numri i zyrtarëve që ne procedojmë penalisht, po edhe numri i rekomandimeve që kemi dhënë për suspendim për shkak të hetimit, për shkak se ne rekomandojmë suspendime vetëm gjatë fazës së hetimit, masa disiplinore finale jepet pastaj në proces disiplinor pas marrjes së epilogut të rastit, qoftë në procedurë penale, qoftë në komision disiplinor, por rekomandimet që bëhen nga inspektorati për interes të hetimit me qëllimi që mos me pengu procesin hetimor, dhe nëse qëndrimi konsiderohet se qëndrimi i zyrtarit në atë pozitë e ul besimin e publikut tek policia, atëherë ne rekomandojmë suspendimin, dhe ky numër është rrit edhe gjatë vitit që shkoi, është rrit edhe numri i suspendimeve. Proporcionalisht me numrin e ankesave që janë bën nga në pjesë tjera të Kosovës, nuk është që ka ndonjë dallim, për më tepër ndoshta ka ma pak ankesa se sa në regjonet tjera, janë numra dikun të sillen të rreth 60-70 ankesa që në bën pjesën veriore, gjitha këto janë trajtu. Ndoshta numri më i madh i rasteve që kemi iniciuar ex officio pikërisht është pjesën veriore, për shkak të publikimeve që mund të ketë incidente të tilla atje. Të gjitha ato publikime dhe pretendime janë trajtuar dhe trajtohen me shpejtësi nga ana e Inspektoratit Policor. Në rastet kur ka pas dëshmi dhe ku kemi arrit me dokumentu shkeljen, sigurisht janë marrë masa dhe atje, po një pjesë e konsiderueshme nuk kanë arrit të dokumentohen pretendimet e qoftë qytetarëve, qoftë disa organizatave jo qeveritare të cilat janë më aktive në atë pjesë të Kosovës. Mirë, por nuk ka diçka të jashtëzakonshme, ma është numër në kuadër të mesatarës së përgjithshme, apo edhe nën mesatarën e përgjithshme të ankesave.